për suksesin e këtij projekti, dhe suksesi i këtij projekti varet edhe nga presingu që do t'i bëj guvernatori, i cili u ka qenë i vogël kaluar edhe basketboll, edhe pse jo në nivelin e Ilir Trebickës që është në sallë. Presingu që do t'i bëj bankave të nivelit të dytë për t'i nxjerrë nga zona e komfortit. Në anën tjetër, duke qenë se bankat kanë një manual të tërë justifikimesh që e përdorin me eficiencë të lartë, dhe një nga këto justifikime është që planet e biznesit të ndërmarrjeve të vogla të mesme nuk janë mjaftueshmërisht të arrira dhe mjaftueshmërisht bindëse. Ne kemi angazhuar një forcë tjetër në këtë proces, që nuk e kemi pasur deri tani, një forcë me një ekspertizë absolutisht të pa diskutueshme, që është UNDP-a, zyra e Kombeve të Bashkuara këtu në Tiranë, përmes të cilës ne do të angazhojmë ekspertë ndërkombëtar dhe do të kemi një grup të gatshëm për të asistuar bizneset të cilat kanë ide interesante, të cilat kanë një plan të besueshëm, por nuk kanë kapacitetin për ta përkthyer në një projekt bindës për bankat. Dhe ky grup i gatshëm do të jetë në dispozicion të gjitha bizneseve, ndërkohë që patjetër Ministria e Ekonomisë do të luajë rolin e vet për të garantuar koordinimin midis subjekteve të biznesit edhe grupit të ekspertëve. Po ashtu ne kemi vënë në dispozicion përmes Ministrisë së Ekonomisë një website, një faqe online, në të cilën ka edhe një mundësi për t'u adresuar drejt për drejt Ministria nga biznesi, dhe ka edhe një chat box që kthen përgjigje pyetjeve që lidhen me programin, që lidhen me element të programit për cilat subjektet mund të kërkojnë sqarime. Website-i është i menduar si një mekanizëm komunikimi dhe ndërveprimi të shpejtë, por edhe si një urë që do të na lehtësojë shikimin e gjithë pasqyrës së lëvizjes së këtij programi. Një tjetër element që dua ta theksoj është që është planifikuar edhe një cikël takimesh në territor për të kontaktuar bizneset e interesuara dhe njëkohësisht edhe për të nxitur biznese të caktuara që të përfshihen në këtë program. Por nuk është vetëm Ministria e Ekonomisë, këtu është një skuadër e cila ka objektiva të përbashkët, por edhe ka objektiva të ndarë sipas pjesëve të kësaj skuadre. Për këtë arsye, pa diskutim, Ministria e Financave ka qenë kyçe dhe dua ta falenderoj edhe ministrin, se më thonë nga njerë, po pse i falenderon t'i këta këtë detyrën bëjnë. Po detyrën bëjnë gjithë në këtë botë. Problemi është kush e bën më mirë dhe kush e bën më keq, se detyrën bëjnë. Ose kur thonë që pse bën ju sikur çfarë bëni, se me lekët tona po i bëni, po për lekët tona është qeveria, po ka qeveri që me lekët tona bëjnë punë të mira, ka qeveri që me lekët tona s'bëjnë asnjë punë, dhe ka pasur edhe qeveri që me lekët tona kanë bërë punë të këqija. Kështu që dua ta falenderoj ministrin për kontributin dhe prapë edhe ministrin njësoj si guvernator.